Çfarë boje e përdor për flokët? Kjo ishte gjendja e flokëve të mia para se t'i lyja me këtë bojën. Këto janë flokët e mia në Berlin dhe rrënjën deri këtu e kisha lyer me Inoa numri 5 dhe nuk është se më qëndroi shumë si bojë, më shkarkoi për një javë siç mund ta dalloni. Flokët i kam lyer vet, prandaj që të rria në një ngjyrë që mos të më shkarkonte më, kam lyer me Inoa numrin 4. Flokët janë përsëri kafe, nuk e di nëse ta ndryshoj pak dritën që ta shikoni. Doja një ngjyrë që mos i lyja flokët aq shpesh sepse dëmtohen. Prandaj kjo ngjyra 4 e Inoas ishte perfekte. Të gjeta në një dyqan në Berlin, se këtu në Shqipëri nuk po e gjeja dot që ta blija vet bojën e Inoas. Kam marrë shumë copë si këto. Ky është dhe paketimi i bojës, nëse doni t'i bëni screenshot. Po tani që kam një ngjyrë të flokët, nuk kam më fije, ndihem më mirë. Plus sidomos dhe uji i deti do ma shplante akoma më shumë ngjyrën. So opsioni më i mirë ishte të bëja një ngjyrë që ishte më errët. Kur t'i lyej përsëri flokët, doja t'rregoj fiks se si i bëjnë në një video. Po më thoni si ju duken flokët tani që janë pak më të errëta. Mua po më pëlqejnë shumë.